të gjitha falënderimet, të gjitha nënshtrimet, të gjitha përuljet, të gjitha bindjet janë vetëm për Allahun Azza wa Jall, Allahun krijuesin e gjithçkaje. Atë falenderojmë për atë ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahut të lartë madhëruar nga të këqijat e veprave tona. Atë të cilin e udhëzon Allahu i lartë madhëruar në këtë fe madhështore nuk ka askush që ta largojë nga kjo mirësi kaq e madhe. Dhe mbi atë të cilin nuk zbret udhëzimi Allahu xhele xhelalu, nuk ka askush që ta drejtojë dhe orientojë për në rrugën e drejtë. Vërtetoj dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dhe vërtetoj dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Allahut. Salavatet, selamet i dërgojmë për mbi Muhamedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Robër të Allahut, friksojni Allahut Azza wa Jall dhe bindjuni atij, se Allahu subhanahu wa ta'ala me të vërtetë është me ata të cilët i friksojnë Allahut, i binden atij dhe janë për atyre punë mirëve që bëjnë punë të mira. Të nderuar musliman, s'ka dyshim se njeriu në jetën e kësaj bote, kur e merr një lajm të mirë, apo e merr një sehariq të mirë nga njerëzit, apo kur e blen një mall që e mahnitet me të, apo e pëlqen atë, dhe aq më shumë kur ai që ja shet mallin i jep garanci, pra i mban garanci, i tregon se unë të përgjigjem për çdo gjë, për këtë gjë që po ta jap, me bindjen më të plot, me bindjen më të thellë, pra që ti jesh i qetë nga kjo anë. Si shtam pra i gëzohet, s'ka dyshim, kënaqet, qetësohet, sigurohet. Po ashtu është me ahiretin të nderuar vëllezër dhe motra. Sepse ne sot ta përmendim një hadith madhështor, se s'ka dyshim se gjitha hadithet thënit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë madhështore. Por se për rëndësinë që mbart ky hadith, se është një hadith shpresdhënës, është një hadith që ka si hariq brenda, është hadithi që ka garancinë që e bën të qetë robin jetën e kësaj bote. Ne thamë njeriu kënaqet kur e merr një garanci nga një tregtar për mallin e tij. Po kur të garanton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili është i drejtë, që drejtësinë e tij e ka konfirmuar Allahu Azza wa Jall, nga se që ai sallallahu alaihi wasallam kurse si nuk flet nga hamendja, por çka do që flet është shpallje nga i gjithë pushtetshmi. Dhe kur garancia është xheneti, gjerësia e cilit është sa gjerësia e qejve dhe tokës, dhe aty në xhenet ka gjëra që syri nuk i ka parë, as veshi nuk i ka dëgjuar, dhe as mendja nuk i ka menduar. Kur gjërat përmes të cilave arrihet kjo garanci janë vepra të lehta, të thjeshta, nuk kërkohet as shumë mundë, as shumë vështirësi. Meditoni pra robër të Allahut rreth tekstit të garancisë të madhe që na ka premtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe transmetohet nga Ubadet ibn Samit radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mi garantoni 6 gjëra nga vetja juaj, dhe unë do t'ju garantoj xhenetin e amshueshëm. Kur të flisni, ta flisni të vërtetën. Kur të premtoni, ta mbani premtimin. Kur t'ju besohet diçka si amanet, ta mbani ata amanetin. Ta ruani nderin, ta ulni shikimin tuaj dhe të frenoni duart tuaja, pra duke mos i bërë padrejtësi apo se duke mos e goditur kënd. Dhe ky hadith transmetohet nga Imam Ahmedi
Ibn Hibani dhe Imam Hakimi, Zoti i mëshiroft. Pra kjo është garanci në këmbim të garancisë, të nderuar vëllezër dhe motra. Një përmbushje në këmbim të përmbushjeve të tjera. Pra pejgamberi jon i dashur sallallahu alajhi wasallam thot, mi garantoni 6 gjëra që unë t'ua garantoj xhenetin. Pra 6 vepra të lehta janë dyer xhenetit. Janë rrugë për në xhenet. Nuk ka më të lehta dhe më të thjeshta se këto. Kush i vepron këto në jetën e tij, kujdeset deri në vdekje, atëherë atij është garantuar kush xheneti, dhe se rruga drejt xhenetit është e siguruar dhe e garantuar. Thotë i gjithëpushtetshmi Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Kaf, ajeti 31-35, ndërsa besimtarve të ruajtur, xheneti u afrohet krejt afër. Kjo është ajo që u premtoi për secilin që pendohet dhe ruan besën e ven. Për secilin që i është friksuar Zotit pa e parë dhe ka qenë i kthyer tek ai me zemër të sinqertë, u thuhet atyre, hyni në të shpëtuar. Dhe se kjo është dita e përjetshme. Ata aty kanë çka dëshirojnë. E te ne ka edhe më shumë, thotë i gjithëpushtetshmi. Dhe kalojmë tani tek kategorizimi i këtyre 6 gjërave që na tregoi i dërguari i Zotit sallallahu alajhi wasallam. Vepra e parë, nderuar vëllezër dhe motra, është të flasim të vërtetën, se kështu na tregoi pejgamberi jon i dashur sallallahu alajhi wasallam. Besimtari është i sinqert në fjalët e tij, ai nuk e njeh gënjeshtrën. Besimtari kurse si nuk mund të bëhet palë me gënjeshtrën. Sepse besimtari vazhdon të kujdeset për fjalët e tija gjatë gjithë jetës, derisa fjala e vërtetë e shpia atë në xhenet. Ashtu siç ka ardhur transmetimet e sakta që njeriu vazhdon e thot të vërtetën, është sinqert. Çfarë ndodh me ta? Shkruhet tek Allahu për të sinqertëve, për atyre që flasin të vërtetën. Prandaj flisni çdo herë të vërtetën, sepse e vërteta të shpihen në bamirësi, e bamirësia të shpihen në xhenet. Ndërsa e kundërta e njeriu që gjithmonë e vazhdon nuk flet të vërtetën, por gënjen, vazhdon gënjen, Zot na ruaj, dhe shkruhet tek Zoti prej gënjeshtarëve. Dhe regjistrohet tek Zoti prej gënjeshtarëve. Sepse fjala e vërtetë si shtam të shpije ke mirësia. Ndërsa fjala jo e vërtetë të shpije në rrugë të keqe, Zoti na ruaj. Pra, vepra e parë, flisni të vërtetën. Vepra e dytë është mbajtja e premtimeve. Përmbajtja për marrëveshjet. Sepse është virtyt të besimtarit. Është shenjë prej shenjave të devotshme. Besimtari nuk di se çfarë është shkelja e premtimeve, as prishja e marrëveshjeve. Sepse ndërgjegjësimi është një virtyt themelor në formimin e shoqërisë muslimane, i cili virtyt ngërthen në vete të gjitha raportet e tjera. Sa që të gjitha sjelljet e raportet shoqërore, premtime dhe marrëveshjet janë të varura nga përmbushja e tyre. Që nëse nuk ekziston ndërgjegjësimi, atëherë nuk do të ekzistojë as besueshmëria. Dhe kështu, çfarë ndodh? Prishen raportet dhe futet në të kush? Përçarja, zullumi, mosmarrveshjet, keqdashja e tjera. Vepra e tretë që tha pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam ishte zbatimi i amaneteve. Që është një prej virtyteve të mëdha të cilën e lavdon Allahu azza wa jall. Është cilësi që plotson imanin e njeriu dhe zbukuron fenë e tij. Me anë të përmbajtjes së amaneteve, njeriu e ruan fenë, nderin dhe pasurinë, ruan shëndetin, shpirtin, diturinë e tjera. Në hadithin që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, besimtari është ai i cili i zgjedh besë nga njerëzit. Pra është besimtari i vërtet, ai nga i cili njerëzit kanë besë. Për çfarë? I besojnë pra gjakun e tyre, pasurinë e tyre. Atëherë kur besnikëria të jetë në nivel brenda shoqërisë, forcohet
uniteti, lidhshmëria, unifikimi mes tyre, dhe do të shtohet kush hajri, mirësia dhe bereqeti. Ndërsa vepra e katërt është ruajtja e nderit. Ruajtja e nderit. Që njeriu të mos veprojë atë që është ndaluar, është haram dhe e kot. Dhe për këtë thotë i gjithë pushtetshmi në surën Mu'minun, ajeti 5 dhe 7, mandej pas tyre ne sollëm popull tjetër dhe atyre u dërguan pejgamber nga mesi i tyre, që u tha atyre, adhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër posti, a nuk po friksoheni? Me mbrojtjen e nderit, nderuar vëllezër dhe motra, mbrohet familja, mbrohet prejardhja dhe pastërtia e shoqërisë, shpëtohet nga sëmundjet dhe viruset, dhe është një përkushtim dhe nderim nga i gjithë pushtetshmi. Pra ruajtja e nderit është virtyt i madh që e ngre lart besimtarin dhe afron sa më shumë me Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa vepra e 5, nderuar vëllezër dhe motra, është prej këtyre cilësive që përmendëm, tha pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, ju garantoj xhenetin nëse ju do të ulni shikimin tuaj. Pra ulja e shikimit. Mos të shikon njeriu në haram. Dhe Allahu xhele xhelalu na tregon në librin e tij fisnik në surën Nur, ajeti 30-31, ku thot, i drejtohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku i thot, o Muhammed, thuaju besimtarve, të ndalin shikimet e tyre prej haramit, të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, se kjo është më e pastër për ata dhe më e mirë. Allahu është i njohur hollësisht për atë që e bëjnë ata. Thuaju edhe besimtareve, grave të ndalin shikimet e tyre dhe të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre dhe të mos zbulojnë stolit e tyre përveç atyre që janë të dukshme. Nga ulja dhe ruajtja e shikimit ka shumë dobi, sepse njeriu e gjen ëmbëlsinë e imanit, të besimit, dritën dhe fuqinë e zemrës, pastërtinë dhe përmirësimin e shpirtit, dhe është mbrojtje kjo për njeriu. E ruan atë, ja ngre imanin, sepse shikimi në haram e sjell pasoja të tjera që ja ul imanin, ja zbeh dëshirën për kryen e veprave të mira, ja zbeh dëshirën për vazhdimsinë e gjërave të hajrit, dhe sjell ke njeriu frikë, plagështi, neglizhencë, sjell dembelizëm në kryerjen e adhurimeve, sjell mos kënaqësi në familje, mos lezet me fëmijët, me gratë. Pra rënia në haram apo shikimi në haram, Zoti na ruaj. Ndërsa vepra e 6 dhe e fundit që na tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na garantoi xhenetin nëse e kryejmë atë, është frenimi i duarve. Frenimi i duarve që nënkupton të mos dëmtohen njerëzit pa hak, pa të drejtë. Të mos goditen dhe mos u shkaktohet atyre asnjë e keqe pa hak dhe pa të drejtë. Sepse nëse goditet një njeri pa hak, pa të drejtë, ta di se atë e poshtron Allahu, e poshtrojnë njerëzit dhe ai njeri largohet nga mesi muslimanëve. Edhe ai që goditet pa hak, edhe ai që fut fitnën dhe sherrin në mesin e muslimanëve. Sepse po të ketë sheriat, po të ketë gjykim sipas Islamit, ai njeri pasi që është këshilluar, nuk ndryshon, atë i largohet nga muslimanët. Ati njeriu i bëhet hexher, i bëhet dalje. Pra, kjo të sjell te kjo çka po themi. Do të kemi kujdes, sepse sjellja e njeriu përmirësohet dhe morali i tij ngrihet kur ai mendohet dhe mundohet të bëj vepra sa më të mira, qofshin ato edhe të vogla, sa më të vogla qofshin. Në pamjen e parë duken
si të papërfillshme, por tek Allahu xhele xhelalu kanë vlerë të madhe. Dhe e sjell pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam një shembull të një njeriu i cili kaloi në një rrugë, po ecën në një rrugë dhe pa aty në atë rrugë një pengesë dhe tha vallahi do ta heq prej rruga të pengesë që mos të bezdisen njerëzit kur kalojnë, që mos dëmtohen, dhe vetëm për këtë vepër që e bëri ai njeri, Allahu e futi në xhenet. Subhanallah. Pra këto janë dyert xhenetit, të nderuar vëllezër dhe motra. Janë shenja të dukshme dhe rrugë shumë të lehta, që duhet t'i shfrytëzojmë para se të na ikë mundësia për t'i vepruar. Le të shtojmë të mirat për vetet tona para vdekjes. Dhe lutim Allahun mos na lëri vetëm pra të na ndihmoj drejt kësaj rruge fisnike, drejt kësaj rruge madhështore, duke na futur në zemrat tona imanin, dashurinë, vllazërinë, modestin, se muslimani do të jetë sa më shumë modest. Edhe nëse është i diturit të diturve, do të jetë modest. Sepse nëse ai nuk është modest, aty fillon pastaj ignoranca e tij. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqi wa imtinani. Falënderimi dhe takojmë vetëm Allahut Azza wa Jell, i cili është një i vetëm. S'ka zot tjetër përveç tij, Allahun subhanahu wa taala. Falenderojmë për mirësinë e madhe që na ka bërë musliman, na ka bërë pjesëtar të kësaj feje madhështore. Sepse po mos na kishte udhëzuar Allahu xhele xhelalu, ne nuk do të ishim të udhëzuar. Dhe s'ka dyshim se paqja dhe bekimet Allahu xhele xhelalu qofshin mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, që është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, ku ka më mirë se sa për muslimanin të dëgjoj garancin nga më i besueshmi, të dëgjoj garancin nga njeriu më i mirë i njerëzimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu ala hawa, se si thamë ai nuk flet në ajër kot në amendja e tij, po ai ka një shpallje nga i gjithë pushtetshmi. Dhe kur dëgjon muslimani këto garanci, s'ka dyshim se ai gëzohet. Zemra e tij gëzohet, zemra e tij kënaqet, zemra e tij përmbushet dhe atëre ai e kërkon sa më shpejt takimin me të gjithë pushtetshmin. Prandaj unë s'dua të zgjatem shumë, nderuar vëllezër dhe motra. E lut Allahun Azza wa Jell me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të përsosura absolute, na bëjnë ne për atyre të cilët i veprojnë këto 6 këshilla që na i dha pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam. E lut Allahun Azza wa Jell na bëj prej banorëve të xhenetit Firdeus, sepse ai është shkalla më e lartë e xheneteve, ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha sa'altum fas'alul firdausa. Prandaj nëse lusni Allahun, kërkoni për Allahut, kërkoni Firdeusin. Prandaj unë lus Allahun, Allah na bëj banor të xhenetit Firdeus. Fut armoninë dhe vllazërinë në zemrat tona. Ruaj sytë tanë nga shikimi në haram, ruaj veshët tanë nga dëgjimi në haram, ruaj gojët tona nga folja në haram, ruaj gjymtyrët tanë nga ecja në haram. E lusë Allahun të na përmirësojt, na drejtojt, na udhëzojnë në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët Allahu xhele xhelalu është i kënaqur. E lusim Allahun të ndihmojë muslimanët dhe muslimanet kudo që ndodhen ata, sidomos vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë, në mbar botën. Allahu ja lehtësoft. E lusim Allahun të mëshirojë të gjallët tanë, të vdekurit tanë. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar. والتابعين الأخيار يا واحد يا قهار فاغفر لنا أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Dhe lutja unë e fundit është të gjitha falenderimet janë vetëm për Allahun Azza wa Jell.